Vendosja e një X-i të madh, shkaravitja ose shkruarja e mesazheve revoltuese nga votuesit vazhdon të jetë formë e shprehjes së vullnetit politik. Numri i votave të pavlefshme rritet nga njëri proces zgjedhor në tjetrin. Vetëm në flet votimet e të parave të komunave, 53.724 janë të pavlefshme, 12.359 prej të cilëve janë vetëm në qytetin e Shkupit. Në flet votimet për antar të këshillave komunal ka 50.143 flet votime të pavlefshme, 13.428 prej të cilëve janë vetëm në qytetin e Shkupit. Të pavlefshme në qytetin e Shkupit janë llogaritur dhe të gjitha votat për listën e këshilltarëve nga radhët e Partisë Lëvizja për Bashkim Kombëtar të Turqëve, në të cilën ishin konstatuar se figuronte edhe një kandidate e cila kishte vdekur. Nuk dihet akoma se sa vota ka marrë kjo listë që e shtojnë numrin e votave të pavlefshme, por gjithsesi shifra mbetet e lartë edhe në nivel shtetëror. Mbi 2.400 vota të pavlefshme ka në aerodrom, 1.600 në Butel, 1.900 në Ohër, 2.100 në Tetov, 1.300 në Strumic dhe 1.600 në Çajir. Numri i votave të pavlefshme rritet madje dhe dyfishohet nga procesi në proces. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017 pati 11.472 flet votime të pavlefshme për kryetar të komunave dhe 13.367 për këshilltar. Në zgjedhjet lokale të vitit 2021 kishte në total prej 37.859 vota të pavlefshme. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 u regjistruan një total prej 24.305 flet votimesh të pavlefshme, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024 u numruan 27.127 flet votime të pavlefshme. Në zgjedhjet lokale të drejtë vote kishin 1.832.415 votues, të cilët në 3.474 qendra vendvotimi. Prej tyre votuan 885.085 qytetar dhe 831.361 flet votime ishin të pavlefshme.